të gjithë ju njerëzit e fesë që keni ide, mund të argumentoni këtu, ju ftoj dhe të futeni live me mua. Kjo është e vërteta. Jesus Christ ka thënë, me qënë se ju, psikologët, me qënë se ju, profetët, me qënë se ju, muslimanët, mbaheni për moral, mbaheni për njerëz që e doni Zotin, atër ju pse më kryqëzuat mua dhe më paragjykuat mua, më çuat deri në vdekje? Çfarë do thot kjo? Ka ishte moralshëm që keni ju ka shur sa mu më çu deri në vdekje, madje donit më manipulonit, më thoshit hidhu nga guri që të tregosh që të mbron Zoti, pra donin ta manipulonin, që hidhu nga guri, do me thënë donin ta provokonin që ky ishte i çmendur, apo ishte i vërtet. Dhe Jesus Christ i tha, unë s'jam budall, tha si ju që bëni qa ju thonë tjerë. Gjeni se ja ka fund Jesus Christ tyre gjithve, që ishin shitëm, skleverit e sistemit. Gjoni. Jesus Christ, je politikane, s'ta fu dot njëri. Jo, Jesus Christ e kryzuan që futët po. Jesus Christ is rebel. Ishte rebel. Ishte shumë i investuar në dije. Ndoqi pasionin. E ndoqi pasionin derisa e kanë kryzuar. Aty kuptovi që të ndjekësh pasionin, ti do kryzohesh, do paragjykohesh. Kuptovi të vërtetën. Sa të mira që janë këto. Fix 100 ka kjo. Një minut, ju që merri me them, pse s'vin ato të fest krishtere këtu të komentojnë tek unë? Pse s'vin muslimanët? Pse s'vin ai Kristi të futet live me mua këtu, ai që përhap muslimanizmin? Ai Kristi që përhap muslimanizmin. Pse s'vjen të futet live me mua këtu në një bisedë? Pse s'futen këto muslimanët me mua në për live këtu? Këto që kanë shumë followers sa. Pse s'vjen Ahmet Kalaja të futet live me mua? Pse s'vjen Akil Pano të futet live me mua këtu? Pse s'përballen gjithë me mua këto? E dini pse nuk përballen gjithë me mua? Se këto kanë frikë të përballen me mua. Po të shkoj unë në një televizion dhe tjetë Akil Pano, aty Akil Panos do t'i driten loqet, do i bjerit figët aty. Sepse Jesus Christ ka qenë person i dërguar nga Zoti, Jesus Christ ka qenë një individ i dërguar toksor, i dërguar nga Zoti në tokë, për të provuar Akil Panon, për të provuar gjithë njerëzit e medjave, për të provuar gjithë Shqipërinë, gjithë botën, që nuk po them që jam unë, po them Jezu Krishti dhe ai mund ta bëj me çdo person, mund të fusi dhe i çun, edhe e quajnë Jezu Krisht. Provon gjithë botën, do paragjykohet ky njeri që ka ndjek pasionin dhe ka qenë një njeri i lirë pa kur vëllim. Sepse Jesus Christ ka qenë një njeri i bukur, ka jetu jetën, e ka ngacmu, ka flirtu me femra, ka shku ose me meshkuj, varet çfarë është femra apo burr, dhe ka jetu pa të bërë dëme, pa bë mëkate. Atëherë si mund të kryqëzohet për kurvar një njeri që s'ka bë mëkate në jetën e tij? Dhe gjithë këto të festa kryqëzojnë, pra do thotë që vetë feja krijon paragjykime dhe krijon dhunë. Si muslimanët, si katolikët, si të ortodoksët, si të krishterët, dhe Zoti tha, unë jam bosi më i madh, Zoti. Juve do mbruni lesht më, i ka thë Zoti gjithve. Zoti i ka thënë gjithve, ju më rruni lesht më. Se unë po të du e heq hënën, po të du ja u heq hënën, ja u heq djellin, ja u heq çdo gjë. Zoti, Akil Pano para erës donë, për Zotin, Zoti po të do ja u heq gjitha, ja u heq internetin, ja u heq djellin, i heq gjithçka, e bën rrëmpall i vdes gjithë, hypën Zoti në një avion, Zoti merr këdo në një avion e ikën e shkatron botën. Po të ishte Zoti kaq i keq e kishte shkatruar botën. Por, ajo që duam të them është që Zoti kishte vendosur që nëpërmjet Jesus Christ të ndalonte paragjykimet dhe të ndalonte egon. Sepse njerëzit që po bënin shumë para nuk kishin më dhimbësori për njerëzit që s'kishin bukë të hanin, por bënin fake sikur ju dhimbseshin. Edhe njerë, ju nuk e kuptoni as historinë e Biblës, as historinë e Kuranit. Ju nuk e kuptoni as historinë e psikologjisë.
Pra gjithë to që kanë studiuar psikologji nuk e kuptojnë të vërtetën e psikologjisë, sepse njerëzit që studiojnë psikologji, psikologët nuk e jetojnë jetën të lirshme dhe paragjykojnë. Paragjykuesit më të mëdhenj janë psikologët, paragjykuesit më të mëdhenj janë katnar ato, të gjitha te shkolla e psikologjisë ishin katnare. Katnare pa lek, pa bukse që shkojnë me burra për të marrë provimet, që shkojnë me burra për të blerë robe, dhe tash si mundet që një psikologe që është tip kurve me buzë fryme, që ka shku me burra për të arritë për të rregulluar fytyrën e vet, ti shkosh ti atje dhe ti thosh që shiko se mua më ka ndodhur ku di ajo të bëj analiza. Zotëria në fjalë që the nuk merret me barbona. Dëgjoj, Zoti është një njeri i plot fuqishëm, që na ka dhënë mundësinë të dalim në TikTok, na ka dhënë mundësinë që të flasim, të themi të vërtetën. Pra Zoti është shumë i fuqishëm. Zoti i ka dhënë të gjithë të ndjekin pasione, të realizojnë çdo gjë që duan. Zoti është shumë i mrekullueshëm. Zoti të jep çdo gjë që ti do. Po ti aja jep Zotit atë që do Zoti. Dhe Zoti vetëm Jezu Krishtin ka provuar që ai e do Zotin. Jo, më fal, Zoti i ka provuar gjithë, vetëm Jezu Krishti ka vërtetuar që e do Zotin. Zoti i ka provuar të gjithë njerëzit derisa të gjente Jezu Krishtin, sepse vetëm kur të dilte Jezu Krishti do ishte i vetmi që do luftonte për të drejtën e Zotit. Dhe Zoti ka vetëm një kërkesë për njerëzimin. Kërkesa që Zoti ka për njerëzimin është që njerëzit nuk duhet të merren me paragjykime. Nuk duhet të paragjykojnë. Sepse nga paragjykimet vjen bullizmi. Nga bullizmi vjen vdekja. Dhe prit marr frymi sekond se nuk po bëni asnjë pyetje. Vetëm për thonjt flisni për thonjt e mi, flisni për gjëra. Ju nuk po bëni një pyetje. Unë mendoj që juve nuk kuptoni asnjë, jeni derë në thes, ju s'keni kuptuar asnjë nga jeta, ju ka ikur jeta kot. Të gjithë njerëzit që janë 60 vjeç, politikana, çdo gjë i ka ja erdhi ky Kristi tani. Pse s'vjen ky Kristi të futet live me mua këtu për shembull me video? Erdhi ky Kristi tani, se kush e ka sjellë këtu. Tash këtë Kristin që për hap fen muslimane e ftoi këtu të dali me video me mua dhe të bëj një bisedë shumë serioze lidhur me çdo pyetje dhe çdo përgjigje që publiku bën, lidhur me çdo gjë që sepse çdo njeri ka mendim. Pra un kam vënë re që këtu në TikTok, unë nuk e fus Kristin ndoshta këtu, po duhet të themi gjë që se po të fusësh çuna, domethënë është problem për mua. Po ajo që duhet të them unë është që Kristi del dhe do të përhapi edukim nëpërmjet fesë muslimane. Dhe i turre gjithë këtyre thoni ju nuk e keni kuptuar Kur'anin, i thot. Po Kristi vet, a e ka kuptuar Kur'anin? Sepse Kristi nëse do ta kuptonte Kur'anin, nuk do ishte pjesë e rrjeteve sociale. Apo jo? Sepse unë kur e kam kuptuar çfarë kërkon Bibla, çfarë kërkon shkenca dhe çfarë kërkon Kur'ani, unë nuk i kam hapur rrjetet sociale dhe nuk kam postuar më. Të postoj video, të marr lek nga reklama, të bëhem pjesë e rrjeteve sociale. Pra Kur'ani, Bibla dhe shkenca nuk do të postosh, ti jesh aktiv në rrjetet sociale. Do t'i mbyllësh rrjetet sociale dhe të jetosh në jetën reale. Pra është gati për shembull Kristi që përhap edukimin në rrjetet sociale, të ndaloj se përhapuri edukim dhe të mbylli rrjetet sociale dhe të jetoj në jetën reale? Asnjë nuk e bën këtë, sepse gjithë kuptojnë që në rrjetet sociale fitohet para. Dhe të gjithë kur kuptojnë që fitohet para në rrjetet sociale, bëjnë sikur përhapin edukim, bëjnë biseda gjëra, durojnë njerëz që i shajnë, se Kristi ka duruar lloj njeriu që e ka shajt. Kristi nëse do kishte kuptuar Kur'anin, askush nuk duhet lejoj askënd ta shaj. Unë s'futa asnjë që të më shante në për live. Mu po të më shaje, unë të hiqja, nuk të pranoja më, nuk ja si fola më kebes. Do t'i bëjte këtu blok, sa ta fikte te ky TikToku, tjetër e ka blok. Si flas më unë kush më shan mu. Kush më ofendon mu, si flas më deri në vdekje. Zoti thot, po të fyen mos i fol. Okej, me një njeri që e dua mund të shajme të grindem, edhe të falemi. Po është një njeri që unë e dua, po një njeri që unë se njoh s'ka konfidenca me mund të më shaj, se jap shansin kur më unë t'i flas. Po me fiksimin unë mund të shafe, mund të shajm, e di çfarë i thash fiksimit unë typin majt pemës që ta bëja për qeshur. Jo si thash më duket e mendova, po nuk ja thash këtë. I thash më prit dorën. I thash prit dorën, po deti thoya herë se ka pemë aty. Deti thoya herë, a typin majt pemës për ty që të më falesh që të qeshte ai. Sepse doja që ai të më falte dhe të qeshte, të lumturoheshte sepse e pash që e kisha mërzitur shumë. Pra ne kur e duam shumë një person, ne mund të bëjmë gjithçka nga vetja për ta lumturuar atë. Kur e mërzisim ne.
Po kur nuk e duam, mjafton blok si që bëj unë. Unë i bëj. Renea ka ardhur te dera thot ka me të rrah fort, e mirë presim. Zoti do që t'i falim. Po. Jo, nuk falun. Ja, se fala Klevion, unë më mori Klevion telefon, tha, Marinela tha, do të dërgoj ndonjë lek nga Dubai, më bënte port. Tash i them Klevio, do të dërgoj ndonjë lek aty në burg, se mos ke ngelur pa lek. Klevio, ja Marinela Ysa, do të dërgoj ndonjë lek aty te burgu? Karma. Edhe kush ja futën shokët e vet që dilte në për live. Më shajti mu kot, pa i bërë asnjë gjë. Ti e pas ke fut në burg ato, jo unë s'kam pun fare me futjen e Klevios në burg. Klevio në burg e kanë fut shokët e vet që e kanë denoncu. Noizi këto që e kanë denoncu, unë s'kam pun, unë s'kam bëj denoncim për Klevion që më shahun për imazhin. As i ka ti bëja denoncim, as i gjë thjesht i futa një blok. As ti tjetrit si vajta ti bëja denoncim. Nuk shkoj unë ti bëj denoncim me këtyre, unë i fus blok, i largoj direkt nga jeta ime njerëzit që më shajnë. Nuk merrem unë me këto. Unë shikoj jetën time, merrem me fiksimin. Ti s'ke futur ato tapis, do futesh këto. Unë s'kam çu të denoncoj ato të tapis shtëpisë që s'm kanë dhënë tapin ti çojmë burg. Ju thoni këto që shajnë këtu. 31 vit. Që kam 33 vjet që pres tapin e shtëpisë. Tani vetëm prej shtëpisë time do marrin gjithë tapin. Kam 33 vjet mor. Kam ikur, kam taku një ministër të Shqipërisë. Kam taku ministrin. Kam taku ministër, i kam thënë të lutemi, kam thënë dua të marr tapin e shtëpisë, du të hap një biznes edhe më duhet tapia. Du të hap të rihap biznesin. Ika nga ai u tmerrova. Fillovi më ngacmonte ministrin. Nuk më tha, vetëm kaq më tha që nuk rregullohet kjo gjë. Tash imagjino, me i dhën shansin ministrit me të njoft, unë shkova për tapin, ai më ngacmonte. Kuptoni ju tash, ai s'është më ministër tani, po flasim unë ika për tapin tek ai, nuk ika për atë. E kuptoni ju, do me thënë sa mbrapa që jemi ne si shtet. Të shkoj një gos, kam shku në gjitha këto të tapive, nuk më afronte askush, të m'jepte tapin. Tash ju mendoni që unë nuk do ndryshoj Shqipërinë? Patjetër që do ta ndryshoj. S'bëhet fjalë. Do marr unë tapin, do merrni gjithë ju tapin. Po prej meje do ta merrni tapin, do merrni të drejtat e juaja, lekët. Se juve t'ishte për ju, unë të çoj fiksim se konsideroj fare më. Unë fiksimin, unë jam si burr vetë, më ku pyes për fiksimin unë. Unë jam më fort se fiksimi më. Fiksimi është kot më. Unë me fiksimin thjesht kaloj kohën tallem, se s'kam ç'a bëj, unë me fiksimin thjesht kaloja kohën më. E kam xhanë du shumë, po me fiksimin thjesht tallesh, apo shok. Do i kërkoj ndihmë fiksimit unë. Unë fiksimin as e konsideroj fare për kështu gjërash. Ai vjen kërkon ndihmë mos e rrafin. Unë jam gangoja. Bën kot ai si fort, po unë jam e pa shpirt. Ai kot thot jam i pa shpirt, jam. Fiksimi është kot fare, mor fiksimin vetëm për seks mund ta mbaja fiksimin unë. Po fiksimin unë ta mbaja kështu më për me nxit në një gjë. Jo, më shokja. Izi 10 punët e mia, unë gjitha. Ti ke dhe adhuruese Diramën, pse pa tapi? Unë nuk kam ikur ta kërkoj tani tapin në Elbasan. Po, se s'kam ikur, po do ta shkoj, do ta kërkoj tapin, po kanë marrë tmerr ato, nga Lela, nga gjithë. Po shkova unë aty, do tmerrohen gjithë. Të kishte fiksim ministri. Jo, ministri përfitovi se shkova kërkova tapin unë, edhe më njofti. Përfitovi nga fakti që unë shkova të kërkoja tapin, ai u afru, krijovi konfidenca me mua. Edhe u fiksu me mu, po jo se unë do të afroja në njëra të ministër. Unë sot kur e shikoja të ministrin, them, o zot, unë e kam afru këtë lloj njeriu, do me thënë, nuk u bë përshtypje fare. Madje unë e nxorra edhe nga burgu, sepse jam shumë e vështirshme. Unë e nxorra ministrin nga burgu, që ta dini. Ai nuk ma dha tapin, unë e nxorra nga burgu përsëri, ja fala që s'ma dha tapin, që s'mndihmoi. Pra dhe pse nuk më ka ndihmuar ministri, unë nuk është që e doja, thjesht mu dhimbs kur e futën në burg e thash nxirreni nga burgu, thash. Ministrin unë e kam qenë nga burgu, që ta dini, kam shkruar status për të dalë ministri nga burgu. Unë e mbrojta, unë vajta tek ai për të kërkuar ndihmë, ai përfitovi nga mua, u afrua me mua, donte të njifte. Unë përsëri dhe vazhdonte akoma më çonte mesazhe derisa e mlidh me fiksimin. E ka akoma mendjen që mund të kishte diçka prap me mua. Po unë nuk e nxora nga burgu që të më kapi ai mu prap. Unë nga burgu e nxora që të shkoj me femra tjera, të shoh jetën e vet, që du t'i them ministrit që unë e kam zemrën shumë të mirë. Unë vit kërkoj ndihmë, ti nuk më ndihmon. Ti futesh në burg, unë të nxjerr nga burgu. Ti do të flasësh me mua, s'të flas më kurr. Sepse unë jam gango. Edhe Klevio më shau mua, unë ja fala, më tha do të sill në lek nga Dubai, tha do të futesh tu me mua në live, jo i thash. Nuk kam nevojë për ty, thash. Fare. Tash i Klevio është në burg.
Tashi, vetëm po e nxora unë Klevjon nga burgu, se nuk të nxjerr njëri nga burgu po s'fola unë këtu. Unë e jap komandën këtu edhe veprojnë gjykatësit. Gjykatësit janë në dorën time. Në qoftë se unë them nxjerrni Klevjon nga burgu, Klevjo, pse s'po del Erion Velia, se s'po e nxjerr unë thash, po e nxorët Erion Veli do ta vras. Shi e nxjerrin gjykatësit Erion Veli vetëm shtyn datën. Ha, pse s'po e nxjerr Spaku dhe gjykata Erion Velin? Se thash, po e nxorët e keni të vranë brenda ditës. Ti nuk e komand, moj. Komand, unë shpun ka mund të komandoj këtu në shtëpi, unë komandoj shtetin. Kesh me komandu këtu s'fiton lek, duhet me komandu shtetin, se atje kapet paraja. Edhe njërë po ju them, ju nuk e keni idenë e fuqisë time. Ju të dini sa e fuqishme jam unë, juve do t'ju iki truri, dhe unë s'kam as lek. Pra që do thot që Zoti ja ka dhënë fuqin njeriut edhe pse s'ka lek, Zoti e bën të fuqishëm dhe pa lek dhe i thot që merruni. Edhe njerë po ju them, me vëmendje. Unë asnjëherë a vasho mafja se natë merë, dëgjo, unë nuk jam mafja, keni gabim, unë nuk jam lidhje me mafjen, por duhet, unë nuk jam lidhje me mafjen, por duhet dini që një gjë, që mafja pa mua nuk mund të ekzistoj. Do me thënë, që të kuptoni, shteti dhe mafja janë të gjithë në dorën time. Po t'ja pun komando, shkatrohet e gjithë Shqipëria brenda minutit. Tani më dëgjoni me vëmendje, se çfarë po ju them. Se i kishim nga Jesus Christ e çum të burgjet e këto. Po ju them një gjë. Mua më trazove boljes me këtë informat. Prit se më dolën qyret. Satosi, vërtet mendon që unë mund të tallem? Seriozisht e ke jo faleminderit, s'ka gjë se kam një letër këtu që mund të fshi qyra. Ja adhuroj vetë bezimin tënë. Qa punë e bën ti? Dëgjoni tash, unë jam spiune publike. Unë spionoj pa lek për gjithë. Unë jam spiune publike. Zoti më ka nxjerrë që të gjykoj dhe të spionoj këdo publikisht. Kam mbrojtjen e Zotit lart në xhep. Po fola unë gjë zbatohet direkte. E keni parë Salën të dalit të më shaj mua, që thash do ta shkatroj. Doli Sala të thoshte gërvër për mu? Po shava unë, i keni gjithë pronto. I keni gjithë gati tu. Po se vret Salën, se jo, nuk e vra Salën, jo. Jo, se ka klikime Sala. Pa gjithë zëvëndësusin e Salës, nuk e vra Salën unë. Klikimet që ka Sala nuk i ka asnjë. No, më duhet Sala. Më duhet Sala. Nuk më duhet i vdekur. I duhet për famë Sala. Unë s'kam gëzhaj, po bravo Sala. Unë sa më për Salës jam për e famshme. Vetëm që ka shajt Salën, që ndër vëmendje. Se po të shaj këto kotët, Sala bësi gango, dhe kur shajt Sala merr famë shumë. 80.000 video. Që e ke i mirë për rrugë gjata, po të maj me mua bet gjithë rrugës, nuk ze gjumi. Po Ti të vjuna, po jo. Po jo, më unë i bra për show ato. Po jo. Po jo, me qa thua ti. Unë edhe me pa video, mu dhe me ma qu një video porno të Salës, nuk do ta shifja. Nuk shof do të video porno. Unë thash kot. Mu me ma qu dikush një video porno, mu më quan 50 video porno dhe si hapa, i fshiva direkt. Mi qovi një me numër angles, kur ishte kauza. I fshive pa i parë. Direkte, më qun video në Efi, gjithë videot e vipave. Rozana Radi me cica për jashtë, qas më qun. Mi kishin qun që më para se t'janë cini Rozanës. Edhe nuk janë zora. Unë si shifja dot, sa pash një video të Rozanës me cica për jashtë, ashtë gjanona. A i me numër angles mi qon të unë fshi videot. Më kishin qur gjitha ato video. Thash qaminon. Qa fët. Vetëm kur më ka tregu Aldor Nini video në Grus Kozakut. Në hotela me byllën për bjetë zhu, levizde si pasi për krevatit. Thash qa bëhet këshu më vlla. Video porno me ftyrë, si maca e si për krevatit. Thash, o, zoti mas që ka degeneru bota. Edhe, na ebë në një fjo të re rreth elitës.
Nuk di info të reja, sepse nuk kam kontakt me askën dhe nuk më çojnë më gjëra. Mi çun njëra atëre videot porno të këtyre dhe u çudita në fakt, edhe pastaj thash ikse këto që kanë të degeneruar, thash. Edi Rama tha që mbas Nuk ma Elena. edhe te Edi Ramës më çun. Fotot e Edi Ramës. Nuk i pash. Elena, po pse sa Edi Rama? Nuk shifja dot shumë. Me gjë. Ha. Pse sa Edi Rama që duhen 4 vjet që të dali tapia, po më kanë bërveshë. Do shta ngatroj. Po çaj ke bërthën do ndryshoj gjyrën po bonni tash se do ndryshoj gjyrën. E ka atë videon e Grus Kozakut se më duhet për një studim shkencor. Dëgjoj. Dëgjoj, do themi një gjë. Ajo nuk ka qenë e bukur, po pas operacioneve plastike, ajo është unë e pa shumë kështu sepse nuk e mora si video, thjesht e pas kështu, por nuk duhet i fym femrat, sepse ajo është futur në një rrugë, në një botë si influencere, si blogere dhe pse duhet me fy dhe me ul. Fundja fare mirë që i kanë nxjerr videon, e kanë degeneru, po ta ulim edhe ne, domethënë. Ajo asaj fushë i është futur. Kështu i marrin klikimet këto. Ai e nxori vet Kozaku, ja nxori bythën në plazh. Ajo hesta aty me tanga, fut pishina, ai e filmonte gruan e vet. Që kështu ati nuk i bën përshtypje që asaj i del një video kështu lakuriq, më kuptoni? Sa ajo ka dal gati lakuriq, bëri gjoksin për atë punë. Pra këto çiftet publike, domethënë nuk është që e kanë problem dhe ti shash, më kuptoni? Se mund t'i kenë nxjerrë dhe vet videot për klikime. Që kështu nuk ja vlen që ti shajmë, më kuptoni? Se këto janë liberal, këto quhen europian. Kozaku është europian. Stresi është europian. Jo, quhen europian këto, nuk janë kokra kurvës shumë, mos thoni kështu, janë europian. Janë burra europian, i lejnë gratë i dali me byth për jashtë në publik. Quhen burra europian. I lutem tash. Ana tash se shikoni e diçka fytyrash kanë burrat e tjerë, kur shikojnë këto kënaqen. Se nuk din të futen www.porno.com shqiptarët. Ku din ty në porno, ju dalin këto videot kështu, këtu që bëjnë këto seksizëm kështu, e kënaqeni çik burrat. Tash ku din burrat shqiptar të futen porno, jeni mirë ju. Të dini burrat shqiptar të futeshin porno, nuk do ishin për kaq shumë eskorta publike në rrjetet sociale. Nuk din burrat shqiptar të futen nëpër www.porno.com. Edhe ato ja uqisin kështu prostitutat këtu. Dim. E pe si doli e vërtet Elena. Mi pëçi kafe. Me gjithë prostitut. Në shtëpi. Dhe me gojë. Jo, po kur ma tregovi ai Erdonini. Po kanë jetën e tyre ti u prish punë. Jo, nuk është që ju prish punën. Edhe Alketës i kam parë vaginën Alketës. I kishte dalë Alketës më sheshit. Alketa Vesiut, më kanë çu fotot në plazh. Bën vetë video të tilla që të Edhe Alketës i kanë dalë foto kështu. Ato i bëjnë lek me Elena që të kenë kërkesa. Ti mos E pak ato se kanë as bythën si unë ja di fsharracën. le mos e ke. Hajde dhe ta nxirja unë, që kam për sport. Janë bukura. Që e kam shalën e holl bythën e madhe. E disa i kanë kofshët mor. Gjoni. Kanë jetën e tyre. Janë këto që i kanë private. kofshët kaq mor, e kanë këmbën kaq. Kofshën kaq e thot kanë byth, bytha aty në cep. E kanë kofshën kaq mor. Tuli është i gjithë te kofsha. E kujtojnë se kanë byth. Jo, shikosh kofshën kaq kofshën e këmbës. Janë kofsh gjëra këto. E ti pse i komenton? Nuk kanë byth. Ti pse i komenton? E kanë tulin e Po kofshës. ç'të duhet ty me që i komenton? Që i tall. Se kjo quhet tallje. Nuk është që kanë byth në dhaja dhe shalë të se i holla. tall. Ja ma E kanë kofshën, tut. edhe thonë unë kam byth, ose këto që kanë cica shumë. E kanë barkun shumë, Edhe nxjerrin vetëm këto, e mani menencën që fuste korsen këtu shtrëngonte këti, që ti pa fry menca kësha, I am sexy and I know it. I vryn këtej, ama barku tulet kënej, mlith me këshu, me korsen. Janë për të përsalla, po qa zotin. Janë të smura me ndore o shok. Ka rëshkita. Pse i taldi? Unë i talë nga që shesin moral këto. Këto flasin për Zotin, e dini u ven kryqin. Na do Jesus Christ, thot. Na do Jesus Christ. Po Vera Grabockës i ka dalë në një foto, jo s'kam parë Vera Grabockës. Ti e baba. Pashat ma dhin Zot, a ju në të menu qlidhje ka në këto me kish në Jezu Krishtit, or ti shok. Or ti shok, qlidhje ka në këto që dalin, ako është njëra këtu dhe lakurish komplet me Krishtin, më shok, me kryqin. Or ti shok, po vode, po qite bythën, Krishti
nuk është me ty. A dojni të kuptu të vërtetën, a jo? Krishti ka dalë është kryqëzu, ka fut bythën mrena, veç mos me e qitë bythën jo. Kanë mullu bythën e Krishtit më shok, që të edukojnë ju. Ju vazhdoni akoma bythën mrena.